Zbukurimi është kërkesë njerëzore. Njeriu e do artin, njeriu e do të bukurën. I pëlqen magjepset kur sheh një pamje, kur sheh edhe një njeri të bukur, kur sheh edhe një veshje të bukur, kur sheh madje edhe një pyll të bukur me drunj që ne i quajmë sot dekorativ e të ngjashme. Kur sheh një tokë, një art të punuar mirë, dhe jo vetëm për bereqetin dhe begatin që nxjerret prej asaj pune dhe asaj bujqësie, por edhe për punën e pastër se si bëhet ka lakmi. Pastaj deri në ato paradat ushtarake, ato ushtri themelohen për të luftuar, por ndonjëherë për një ditë manifestive është shumë e rëndësishme që ata të performojnë të radhitur në një performancë të jashtëzakonshme, madje edhe pilotët të bëjnë atë paradën luftarake me avionet luftarak që janë shumë të veçantë dhe se si manevrojnë ata nëpër ajër. Pra bukuria është që i duhet njeriut në fakt, sepse magjepset dhe joshet prej saj. Dhe vetë gruaja jo rastësisht quhet edhe gjinia e bukur, ndër emrat që janë dhënë për te. Bukuria në fakt është pjesë e saj. Bukuria e bën të veçantë. Dhe ndoshta ndonjëherë duket kërkesa që ajo të mbulohet, që ajo të ketë veshje më të gjerë se sa meshkujt, që ajo të mos përzihet dhe të mos jetoj në bashkësi ku janë edhe të tjerët. Shpesh herë këto janë tema dhe terme të cilat shumë gra largohen dhe njihen se po bëhen inferiore dhe të largta nga shoqëria dhe mjedisi me njerëzit e tjerë, por duke e ditur se ajo në vetvete, e që ndoshta ajo për vete nuk e din, është e bukur dhe flokët e saj e bëjnë edhe më të veçantë, sepse e tërë bukuria nuk është vetëm në fytyrën e saj, por edhe në flokë. Zatën, kushdo që i mirëmban mirë flokët, në fakt edhe duket se e ka një stabilitet të bukurisë, e ka edhe një esnafori në këtë çështje. Jo rastësisht Allahu xhalla xhelaluhu kërkoi nga burrat që kur janë në haxh t'i qethin flokët, t'i nënqethin flokët, madje kërkoi më me prioritet t'i ruajnë kokat e tyre. Ndërkaq një gjë e tillë për gruan asnjëherë, jo që nuk kërkohet, por është edhe urryer dhe e papëlqyer që ajo ta bëj edhe kur është në pyetje ndonjë ritual i fesë, sepse ajo është e tillë e bukur. Pra, edhe stolia në veshje, edhe ari, që në fakt shumë dietar menduan se ari përkundër që duhet dhënë zekat për te, sepse ajeti i Kur'anit flet ashpër për ata që nuk e japin arin dhe argjendin në rrugën e Allahut, menduan se mund të lirohet gruaja nëse atë e përdor për stoli, sepse stolia e saj ndonë se nuk është farz obligim, pra është kërkesë shoqërore që ajo ta ketë. Mirë po, Allahu i plot fuqishëm në përgjithësi veshjen, kur e përmendi krijimin e Ademit a.s. dhe përmendi se ati me momentin e krijimit e bëri që do të vishet ani pse ai nuk kishte njerëz të tjerë dhe turpi i tij nuk kishte nga kush të mbulohet, Allahu e quajti veshjen dhe ardhjen e teshave, rrobave për te nga qielli si zbukurim për te. Pra teshat, veshja është zbukurim, është art. Mirë po në këtë rast na tha këtë. Wa libasu taqwa dhalika khair. Veshja, stolisja me devotshmëri është edhe më e mirë. Pra në fakt një grua nuk mund të jetë shumë e bukur me pamjen e saj nëse atë nuk e zbukuron morali i saj, sjellja e saj, ndershmëria e saj, nëse ajo nuk zbukurohet me atë që Allahu xhalla xhelaluhu e vlerëson në peshorën e veprave në ditën e gjykimit, e që ato janë aspektet shpirtërore. Devotshmëria është
bukuria më e madhe që mund ta ketë njeriu. Andaj mos e harroni këtë kënd në anën e kundërt të këndit tjetër të cilën njerëzit e kërkojnë.